Gjovënia ndaj bizneseve është parë me shqetësim nga ekspertët e sigurisë. Për Fation Softën, fenomeni i vendosjes së gjobave ndaj bizneseve është i përhapur gjërësisht në disa qytete. Ai sjell në vëmendje disa raste dhe hartën e qyteteve të prekura nga ky mekanizëm i krimit për të siguruar para. Vazhdon të jetë një fenomen shqetësues fakti që gjobënia, sidomos ndaj bizneseve dhe biznesmenëve, vazhdon të jetë një fenomen i zakonshëm. Për shembull, fillojmë nga Shkodra. Është një qytet tipik ku rastet e gjobëvënies në tregje që i vinin tregtarëve, dhe ata i mbledhin, ishte një model i saj. Rasti i Durrësit, rasti i Hotel Volgës, ku ky rast ishte tipik, ku biznesmeni u detyrua ta bëjë këtë kallëzim në një moment tepër të vështirë, ku për hir të presionit dhe gjobës arriti të japë një pjesë pasurisë. Dhe sot vazhdon të jetë një problem i pasgjedhur ai hoteli, sepse është rrëdhoi e kësaj pasoje. A ka raste tjera? Po, ka. Kemi rastin Fushkruj, kemi rastin e Kamzës, rast tipik për vendosjen e eksplozive. Rastet e gjobëvënies nuk mungojnë sipas Softës edhe ndaj oligarkëve. Sipas tij, është model tipik i mafjes siciliane, ndërsa në rrezik janë qytetet me prona dhe ato bregdetare. Një oligark, mos gaboj, e kanë kërcënuar për të vënë gjobë. Dhe si e tillë tregon që deri në çfarë niveli shkon gjobëvënia. Atëherë derisa gjobëvënia fillon nga oligarkët deri tek biznesmenët e hoteleve, deri tek pronarët e tokave që i detyrojnë ata në formën e presionit për t'i marrë pasurinë. Ky fenomen vazhdon të jetë shqetësues për aq kohë sa e parë nuk ka një transparencë, nuk ka një statistikë dhe duhet të jemi transparent, duhet të kemi statistika. Presionet vijnë në forma ndryshme, shkojnë tek fëmijët, shkojnë tek biznesi, shkojnë tek forma të ndryshme. Fakti që ndodh në 2025-ën, dhe kjo ndodh me fenomen shumë të egër të vendosjes së lëndëve eksplozive, fatkeqësisht është model i njohur i mafjas siciliane. Kur ndodh në Kamës, mendo në qytete të tjera, por kryesisht qytetet ku kjo ndodh janë qytete të cilët kanë prona, kanë bregdet. Po çfarë parashikon ligji për persona që vendosin gjoba bizneseve? Grupet kriminale e kanë më të lehtë që të shesin drogë se sa të shkojnë edhe të vendosin një gjobë, pra thënë me fjalë të thjeshta dhe me fjalë të ndryshe. Maksimumi parashikohet deri në 10 vite burgim, shëndetimi me anë të kanosjes dhe një pasurie pa pasoja, se nëse do të ketë pasoja të tjera, sigurisht që janë vepra të tjera penale, në bashkëpunim dënohet deri në 10 vite burgim. 5 ditë më parë, Jeton Lami, Florin Domi, Flogert Mezhika dhe Ervis Lami vendosën 500.000 euro gjobë një biznesi në Kamës. Refuzimi pronarëve për të paguar para solli edhe hakmarrjen e tyre me vendosjen e eksplozivit dhe shkaktimin e dëmeve materiale restorantit.